Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Jemi njësia antidrogës, jemi në lokacion në Ferizaj, ku kemi pas dyshime për narkotik, edhe kemi ardhur në kontroll në lokacion ku dyshohet se ka qenë shfrytëzuesi depo për grumbullimin e narkotikëve. Ne shkojmë në lokacion ta shohim se çka ka pasur aty. Jemi këtu në lokacionin ku është dyshuar fillimisht që ka narkotik, edhe kemi ardhur me urdhër të prokurorit, kemi ardhur dhe gjyqtarit procedurës paraprake, kemi ardhur për ta kontrolluar ambientin. Edhe në momentin që kemi hyrë në këtë lokacion, kemi hasur disa persona, të cilët kanë qenë duke e përpunuar duhonin. Ja, këtu është lokacioni. Këtu janë hasur personat. Këtu është një makinë e cila e bën prerjen e duhonit nga faza që është e terën fillestare dhe e kthen në pjesë kështu për përpunuar për me bë me paketu dhe për shitje, të gatshëm për tregun e zi në fakt. Janë hasur paketime me mbishkrime dhe gjitha kjo janë të falsifikuara. Këtu janë hasur një sasi e madhe duhonit, e cila është e gatshme për treg, ndërsa në pjesën tjetër kemi stoqet apo sasi tjera të cilat kanë qenë si pjesë e grumbullume për ndarmën e afërt për me përgatitur për shitje. Këtu është një sasi mjaft e madhe që dyshohet se janë mbi 3000 kg. Edhe në pjesën tjetër. Këtë një ilegale, apo? Po. E gjitha kjo dyshohet se është njëri ilegale edhe është e kontrabanduar nga vende të tjera. Tash jemi në hetim e sipër, kemi ftuar njësinë e krimeve ekonomike dhe doganën e Kosovës, të cilët janë prezant në vendin e ngjarjes dhe ata do të merren me rastin dhe me hetimet e më të tjeshme. Kjo është lloj tjetër i paketimit, edhe kjo është për tregun e zi. Mënyra që paketohet pa mbishkrime edhe shitet. Tani vazhdojmë në lokacionin e dytë, ku edhe atje janë gjetur një sasi e cigareve pa banderola të firmave të ndryshme, markave të ndryshme dhe disa gjona të elemente të kuzhinës. Shkojmë në lokacionin e shohim. Tash jemi në lokacionin e dytë, ku gjithashtu është shfrytzuar si një depo për mbajtjen e kontrabandës që ka qenë nga personi dyshuar. Do të shkojmë në lokacion dhe të shohim se çka ka aty. Këtu vrehet një depo e vogël, dhe si të dyshuara janë gjetur sasi të enëve të kuzhinës, një sasi e madhe e thikave të ndryshme dhe gjonave tjera, elementet kuzhinës kryesisht janë, ndërsa në pjesën tjetër këtu janë gjetur rreth 300 paketime të cigareve të disa llojeve, drina e disa tjera, e të cilat janë pa banderol. Edhe këto dyshohet se janë të kontrabanduara ose ka mundësi që edhe janë të përpunuar nga vetë personi dyshuar. Shire, i cili kryesisht përdoret për mbështjelljen e mbrëmshme të pakave të cigareve. Edhe janë gjetur 2 sasi. Ndërsa në këto paketimet këtu
kemi hasur filtera, të cilët më pas shkurtohen në 4 deri në 5 pjesë edhe marrohen cigare. Dhe kjo na jep me kuptu, me ngrit dyshimin se personi edhe ka bërë prodhimin e cigareve.